Se da unë në pleksa dikur me pike. Në vënd që të haja bukën, haja lotin, jo të haja bukën si njëri. As kapshe nuk trajtojt ashtu. Shketer. Bëj mirë e gjej mirë, kur nuk gjej mirë. Edhe mallkuar qoftë ajo femër që merr burr me fëmijë ose të martuar. Mallkuar qoftë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Greqi. Unë do të hap dritaren për një 70 vjeçare, quhet Lefterie Bakia, e cila fatkeqësisht është divorcuar me bashkëshortin. Fillimisht e bën për të mirën e tyre, për të përfituar letrat në shtetin grek dhe për të përfituar pension. Por konfliktet vazhduan mes të dyve dhe sot kjo 70 vjeçare kërkon të bëhet nga shtëpia, jo nga burri, por nga djali i tij nga martesa e parë. Çfarë ka ndodhur në gjithë historinë e kësaj familje? Do të jetë Lefteria live nga Greqia për të na rrëfyer, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. Lefterie, përshëndetje nga Tirana. Faleminderit, gjithashtu dhe nga unë. Si jeni ju? Mirë, faleminderit. Ky numri juaj më doli rastësisht këtu. Por ju keni një problem. Dëgjoj si e kam hallin nënja, se unë jam nënja jote, për moshën që ke. Unë kam jetuar në Elbasan, kam punuar metallurgji. Dhe jam martuar me një nga Berati, me fatkeqësinë që kam patur unë dikur, mora një të martuar me fëmijë. Nese, kam edhe një fëmijë me këtë që kam. Dhe për momentin jam edhe qik si e shumë. Kaluan shumë kohë, erdhëm nga Elbasani, erdhëm në Berat, ndërtuam një shtëpi. Gjithë ekonominë, punën time ka shfrytzuar vetë zotëria. Erdhi puna, u bën letrat e shtëpisë. Para se të shu, 2002-shin a 2003-shin nuk e mbaj mend mirë, kam bërë një ndarje me marrëveshje për punë letrash Greqie. Me burrin. Dhe më mrapa, ekonomin prapa i e kishte. Ekonomin time, se gjoja u shumë e marrëveshje. Kalimin e kohës, ai bëri letrat, edhe ka bërë në emrin e vetë gjithët që quhet dhe certifikatën. Certifikatën e pasurisë të shtëpisë. Po. Edhe ndërrimin e datëlindjes shtëpisë, ndërtimin shtëpisë, si ta them, e ka bërë sigur ja bërë shtëpinë 2014. Shtëpia është filluar 2093-shin, mos gaboj. 93-94. Si përfundim am nga nxjerrja jashtë loje për pasurinë. Ngrihet i biri, më thot mua, i biri vet, më thot mua, dil nga shtëpia të rri babaj rahat për tjatin e vet. I thash, i ke bëj letrat, më fut mua në listë, nuk do. Shita shpinë Elbasan, si shtu thash, edhe ekonominë, se kam punuar tërë jetën në punën më të vështirë të metallurgjisë. E dashu Lefterie? Urdhro. Më lejon do të pyes? Po, çfarë të duhesh? Ju jeni bi nga cili vend i Shqipërisë? Unë kam ndetur në Elbasan, origjinën e kemi nga Tepelina, kemi ndetur në Cërrik, nga Cërriku që u martova me këtë zotërin ndetëm në Elbasan. Nga Elbasani kemi ardhur në Berat, rrimë në Berat. Sa vjeç ke qenë kur je martuar me zotërin? Unë kam qenë 20, po 22-shin është bërë cilibrimi. Si e njohur me zotrin, se më thej që nga një fatkeqësi? Lemsira, për hallin që pata dhe unë, për problemin që pata dhe unë, se da unë pleksa dikur me pike, pa atere ishe turpi madhe dhe burra më s'ngelesha unë në shtëpi, e mora një qorra, si ta the mua betin. Ti ke patur një histori dashurie që nuk u martove dhe... Po. Por pse nuk u martove me personin që doje dhe u martove me një person që se doje? U
prishëm me të, ma i u prish, nuk u prisha unë. Dhe në... Deshëm të të prindrit se ishe turp të rritë shupa me fjalë në shtëpi. Dhe të martuan me personin nga Berati. Po, por punon dhe metalurgjia atyre. Si ka qenë martesa jote? Sa vite martes bëre me zotrin? Nga 78, fillim 79, nuk e di kur është bërë cilibrimi se si mbaj mend, deri në 2003 që bëm këtë me marrëveshje. Por si ka qenë jeta juaj? Jeta ime ka qenë sketer, me plot gojën sketer ka qenë. Pse? Po hëse je di një herë, hëse është turp, dhe nuk më lanë prindri që të bëja rrugëzidhje. A i të ka dhunuar? Shumë. Nuk ta them për të larë gojën, po shumë edhe shumë edhe shumë. Por pse të dhunonte? Dhunë të paparë. Janë edhe shumë gjëra që nuk me nëse goja t'i them. Edhe një kafsh nuk dhunohesh ashtu. Po mirë, nëna dhe baba juaj e kanë ditur që ai të dhunonte dhe të thoshin rritë burri? E dini shumë mirë dhe i ka marrë disa herë të shtëpia bashkë me vllajën e madh. Por më thoshin je djegur një herë edhe të është turp do ta hedhin ty fajin. Edhe nuk më lini pipja rrugë zgjidhje që në kohët. E dashu Lefterie, ti solle fëmijë nga kjo martes? Po, kam një djalë. A i kishte një djalë nga martesa e parë dhe bëri dhe një djalë me ty? Po, kishte dy ai, por në mbi vete, që shi thonë, bashkë kishte një kishte jema. Një e mbante ish gruaja dhe një fëmijë e mbante djalin burri juaj. Po. Në një farë mënyre e ke rritur ti? Po. E martova, e fejova, me libreze ka martuar, e shkollova, me të tëra. E kur erdhi fundi më tha mua dilti nga shtëpia, vjet më tha, nuk ka shumë muaj. Dilti nga shtëpia, tha të rri baba i rehat, tha. E dashu Lefterie, a i ishte xhelos ndaj teje, prandaj të dhunonte? Po xhelos ishte shumë njeriu i trash, nuk them se nga pylli kanë për të tërë, po mos të shprehem ndryshe. Por, të dhunonte me çfarë arsye, se nuk e kuptoj? Ish gjëra pa arsye kot. Unë rrugave nuk isha. Lekun ai e mirte, dhe të puna vinte, ai e mirte lekun të puna, jo ta mirë unë rrogën si që mirëshim dikur. Por pse ke lejuar këtë gjë ti, që lekun tënd, rrogën tënde ta mirte ai? A shtru kisha dhe nuk kisha djallëzi në vetë, nuk e di si të shpjegoj. Nuk kisha frim të keqe ndaj familjes. E dashu Lefterie, ti ke jetuar vetëm me burrin apo edhe me vjerrën me vjerrin? Jo, me ta jo. Sa ta ishin në Berat, ne ishim në Elbasan. Po, ju morët shtëpi në Elbasan, por ndim tek vjerra tek vjerri, nuk kërkove në ato kohë kur ai të dhunonte? Ata ishin moshe madhe dhe nuk i pyeste fare kë. Ishin edhe një qikë si familje kështu e dobët, si ta të shpjegoj. Sa vite qëndrove? Nuk ishin në nivellit të tuhur. Sa vite qëndrove në Berat? Në Berat tani kemi vajtur kur filloi demokracia, nuk kam qenë në Berat. Jo, kur ti u martove, vajte në Berat apo direkt jetuat në Elbasan? Jo, në Elbasan. E qartë, ti ke jetuar në qytetin tënd, aty afër kishe edhe prindrit. Prindrit e tu nuk i flisnin dhëndrit që për çfarë na i dhunon vajzën? Kam edhe shumë gjëra tjera, por nuk i them dot. Jam dhunuar me ndera si që nuk është dhunuar kështu si që jam dhunuar unë. Çdo njeri ka të vetat, po jo. Ma vjen keq. Për vlerësimin që vlerësoj unë, nuk e di. Ma vjen shumë keq, por ti nuk e pate guximin ta denoncoje në polici? Kush denonconte në atë kohë, jo dita? Kush denonconte në atë kohë? E dashu Lefterie. Unë vënë që të haja bukën, të haja lotin, jo të haja bukën si njeri. As kapsha nuk trajtohet ashtu. Por ti u ndave në vitin 2004, në vitin 2000, le të themi, koha kishte ndryshuar në Shqipëri. Ti nuk e merre guximin ta denoncoje, ta fusi në burg për dhunën barbare?
Unë edhe atëherë unë dava me marrëveshjen atia për punë letrash në Greqi, jo se kisha qëllim të ndasha në atë kohë. Pra, ai të dhunonte dhe ti nuk doje ta ndaje. Për çfarë do ta mbaje ato burr? Erdhën ditët, po erdhën vonë. E dashu Lefteri. Edhe sot i kam shkruar këtu në fytyrë, me nga ato tavolinat e vogla që vejnë kafe sipër. Të ka goditur në fytyrë? E tjera, me kordonin e hekurit, që ishin ato hekurat shumë përpara, me kordon. Por ka qenë një sëmur psiqik? E tjera. Ai ka qenë një sëmur? Lefterie? Nuk i smur, jo, vetëm djallësira ka në barkë. Nuk është i smur, falë për shpresit derrësh. Po mirë, në asnjë moment të jetës tënde nuk arrite dot të flisi me këtë burr dhe t'i qetësoje gjërat dhe të sqaroje pse du t'i ishte aq dhunues dhe xheloz ndaj teje. Nuk është vesh me Odeta, unë jam 70 vjeç dhe më thot mua si më mërzisin mua, thot ke të dashur, ke kështu, ke ashtu, për të dashur jam unë. Vete bret me taksigjit, vete bret me shoferat e autobusave, për këto mua bete, unë zbrodhe kur ishe për bret, do bret sot, e tjera. Do me thënë, a i që nga një xheloz i sëmur që dhe sot e kësaj dite që ti e 70 vjeç, ta akuzon se e tradhton. Jam e 70 vjeç, jam e sëmur, jam diabetike, jam e zemër, jam e 2 gjysma keme, i kam të prera nga diabeti, jam me tension, jam me të tëra. E dashu Lefterie, Urdhra? E dashu Lefterie, sa vjeç e ke djalin? Djali është i madh, 45, 44, 45. Por djali jot si ka reaguar kur ai të dhunonte? Atëherë ishin të vegjël ata kush shqipyes të kalamajt. Ai di të tëra mua betet po kush nuk merre dot me ta, nuk merresh dot. A ka kontakte djali sot me babain? Ka, se i flasë dhe unë djalit, që mos i prisin ato, nuk duhet i fus frymën e keqe, po flasin, jo se s'flasin, po e ka atë frymën edhe ndaj djalit, djalin që ka me mua. Se i duke kur unë i ndaj, unë si kam dar kur si kam dar. Por djalin që ti i rrite, djalin nga martesa e parë, ai si reagonte kur babai i tij të dhunonte? Po dhe në sytë atyre dhe s'para ka shumë në sytë kalamajve. Po mua bete t'i din ato se i dëgjonin. Por ti sot vetë si ke marrëdhëniet me djalin? E djalin e burrit? Me tatinën? Po, me djalin e burrit. Unë i kam patër shumë mirë dhe kam ndihmuar shumë për çdo gjë, e rrita, e shkollova, e martova me librez. I gjeta dhe nusën e tëra tashi me mua i ka 5-6 muaj, më tha mua dilti nga shtëpia të ri babai rahat. I lejohet atij të më thot mua kështu? E dashu Lefterie, ndalemi te viti 2014 kur ti u divorcove, 2003-shin, më the. 2003-shin unë dava me marrëveshje dhe akoma ky vinte mirë të këtë urdhra. Lefterie, ç'është kjo marrëveshje? Unë nda me marrëveshje, ma shpjego. Unë dava me marrëveshje për punë letrash Greqie. Pse duhet të ndahesh për letrat? Urdhra? Pse duhet të ndahesh për letrat, se s'po e kuptoj? Më dush të mos isha e martuar këtu. Du t'ishe e divorcuar, beqare që të bëje letrat? Po. Mos mirje në i lek, në jeshu, kjo arsye ishte. Dhe bëre divorcin? E bërëm divorcin, ekonomia vazhdon dhe akoma e përbashkët, a i mirë të lekët bënd të komandën, shqitë mora një shtëpi nga ana ime në metalurgji, se doli ligji atere që të marrin edhe gratë. Më dhanë një shtëpi në Elbasan, e shqitëm shtëpi në Elbasan dhe i kisha në emrin tim. Edhe u bë shtëpia aty, vazhdoj shtëpia në Berat. Kur erdhi fundi, a i bëri letrat, i ka bërë atë që quhet atë certifikata në emrin e vetë. Po emri im i thash, ju andeje po këte se për të lavere është i pari. Sheu Razik kishte bërë edhe ndërrimin e vitit të ndërtisë së shtëpisë, që të figuroj shtëpia,
Pas Kur divorcit. ka qenë unë i ndarë me te. E qartë, shtëpinë sikur e ka ndërtuar pas divorcit që ti mos meritosh dhe të përfitosh asgjë. Por tu ke gabuar ti e dashur Lefterie. Pse e ke lejuar këtë gjë? Pse e ke lejuar këtë gjë? Unë nuk e lejova, kemi marrë 5-6 herë në polici, zihet e grihet, thyen xhama, thyen, më ka rënë edhe me shishe në kokë, më ka rënë me shishja me ujë pe qelçi. Jemi bërë problem policie, nuk dëgjon. Por aktualisht ti me atë jeton? Por ai vetë çfarë të ka thënë? Nuk e të drejtë pasurie. Që unë i kam duart edhe sot të thyera nga varreja, nga gurët e nga që bësh ndërtimin atë kohë. Po mirë, ai pasurinë për çfarë do? Ta marri me vete atje lart? Ta marri me vete, do të isin ai do më nxjerrin i biri atia për jashtë mua. Po jo, se ti ke djalin, ka dhe djali pasuri aty. Unë dua timen, unë s'po kërkoj pasurinë e tia, unë kërkoj pjesën time. Pse të rije e varur unë nga kalamajt? E qartë, ke të drejtë për këtë pjesë, por nuk e marrë djalin tënd dhe të shkosh të flasësh me burrin që kjo pasuri nuk është e jotja, është dhe e imja? Nuk e pun ti, thot. Zeshan e malkon djalin, po unë nuk ja kam thënë të gjitha llafe djalit. E dashur Lefterie, ti aktualisht ke ikur nga Shqipëria, ke vajtur në Greqi te djali? Jo, dhe i vi unë për pun letrësh, rrica kohë dhe i prap atje. Për pun letrësh edhe për pun arsye shëndetësore, se i bëj këtu, se kam letrat. E kuptova, dhe situata jote është jo fort e mirë, se je në konflikt me burrin, jeni të divorcuar? Jam shëndetësor. E kuptoj. Kam kapër 2-3 avokat, nuk më marrin përsi, përse kanali se mos nuk i paguhet me kaq lekë sa marr unë. E dashur Lefterie, por djali jot me vllajin e tij, nuk e diskutojnë se fundja të ka nën dy ai, nuk mund të lërë në rrugë. Dëgjoj këtu. Para 3 vjetësh djali im u dënua në Gjermani. Pse? Për gabime, i dha makinën një shoku, e gënjeu shoku, tha do çoj gruan në spital, edhe e gënjeu. Ja dha makinën, ky pa letra, pa gjë, ai shoku bëri ça bëri, e la makinën rrugët. Edhe u ashu djali im, sa s'letër kishte ai shoku asnjë për gjë. U dënua, kurse ky nuk e mori asnjëherë, se djali është me 2 fëmijë, nuk e mori asnjëherë në telefon shoqen që të pyeste një herë që çfarë bëjnë ata fëmijë. Hajde, nuk po i kërkonte njëri lek, kanë ta hanë apo s'kan ta hanë ata fëmijë. Edhe djali ja hoqi vizën. Dy vëllezërit nuk kanë kontakte me njëri tjetrin. Tani jo. E dashur Lefterie, ma sinqerisht më vika shumë keq për jetën tënde, për këtë që të ka ndodhur, por dua të pyes diçka. Atë shtëpinë e Elbasan ti... Po, atë shtëpinë e Elbasan ti e ke fituar nga puna jote që ke bërë? Nga puna, nga ndërmarrja metalurgjisë, se doli ligji atëherë të marrin edhe femrat, gratë. Qëlloj që mora unë. Po pra. Erdhi ora, shiti, bëri shtëpinë Berat. 7 milionë e gjysmë u shit 93-shi. Dhe ato shtëpi që bëri në Berat, tashmë ai ka hedhur në emrin e tij. Po. Sepse ti mund ta vërtetosh që blerja e shtëpisë në Berat është bërë gjatë kohës së martesës. Në momentin që shitur shtëpia në Elbasan, është bërë blerja e shtëpisë dhe kjo gjë verifikohet. Atëre nuk ishte letra që të marrë në letër nga Elbasani nga shitja e shtëpisë. Atëre bëshin kështu, jo si tani. Nuk kishme certifikata. Por blerja e shtëpisë në Berat nuk vërtetohet çfarë viti është blerë? U ndërtua, filloi nga themelet. Po pra, po ka filluar nga themelet në momentin që ju keni blerë tokën. Po. Po pra, nuk e vërteton dot këtë gjë ti përpara gjykatës që ajo shtëpi ka filluar të ndërtohet gjatë kohës së martesës? Fillimin e vërtetoi se i kam emrin në fillim, po gjatë asaj ka bërë ndryshime ai. Po mirë. Sikur është ndërtuar në 2014-ën.
Po mirë, ju keni jetuar gjithë të vite bashkë. Ka shumë nuk të ka dashur ty ai dhe të urren sa të hoqin nga është shumë mirë, shumë ndaj femrave. Shumë i egër dhe që ka vetë 8 motra, jo pak. Por me kunatat. Është kriminal për të gojën. Por me kunatat nuk e folur? Atë do mbrojnë, nuk do mbajnë anë nga unë. Edhe ekonominë gjendjen se dhe mund të harrojnë se jam i qikashu, jam shumë i ngarkuar nga trut. Edhe ekonominë e mori e ka hedhur të motrat e vete se më merë Flora, se më thonë Flora Shqip. Më merë Flora Alekët dhe i ka hedhur të ke motra. Këtë mua vetë ma tregoj burri motrës vetë. Dhe çfarë i the kur ta tha? Nuk pranon. E ka dhe të motrën edhe prurat e shtëpia edhe thash pse ndërhyj në familje, pse kështu. Aty kisha një blok aty, fletore trash. Pse gjete gjë këtu? Po ti më tha mua se kujtoj mos gjeta unë ndonjë letër nga veprimet që kishin bërë këta. Më vjen keq që burri ta ka bërë kështu pas gjithë këtyre viteve martesë. Nuk po gjej rrugë zgjidhje, prandaj të mora thash që llojet e rastësisht, unë nuk di të fuz këto në rrjetet sociale. E qartë, jemi të dyja së bashku në këtë live Dashur Lefterie me shpresën që zëri jotë të dëgjohet dhe ai burri jotë të ndërgjegjësohet dhe ta kuptojë që ajo shtëpi të ndahet. Jo, nuk kupton, nuk të shumë me plot gojë, me plot bindje, nuk të kupton. Por mirë, kur ti të kthehesh nga Greqia do shkosh atje në Elbasan, në Berat. Atje vete, ose me muaj dhe një muaj gjysëm. Por, atje vete. Si është jetesa jote me atë? Të thot i shprehje greku, se e përdorim edhe ne përndrojnë. Sketer, nuk po e them ndryshe. Sketer. Nuk kam ku fle me gjysëm divani, fle te saloni, atje gatuan ngrihet që në orën 5, zhurëm, televizor, drita, iu. Ka dhe një vlla, vjen me atë qën 5, qën 4 të mëngjesit pinë me ndesh si qënë pinë atje. Nuk fle një orë e hatë atje. Edhe se i flasë, se i kam folër, nuk dëgjoj. Por çfarë ke menduar për veten tënde? Çfarë ka menduar, ja? Çfarë ka menduar? Kam vajtur në tek ata avukatët, kemi vajtur si asherën polici, pa i paguan ato. E di unë shumë mirë që i paguan. Edhe ato të kadastrës i ka paguar ai që bëri ndryshimin e ndërtesës shtëpisë. Po në polici e ke denoncuar për çfarë? Ka ndodhur ndonjë episod dhune kohët e fundit? Psikologjikisht nga gjitha anët. Po fizikisht të dhunon sot në këtë moshë? Tani jo. Jo, ka qëlluar kështu, qëlloj njërë me shishe, për nuk më zuri se të roqa derën. E të mërshme. Edhe shishe ishte pe i qelë që e mbushur me ujë. Se i thash unë hajde bëjmë letrat, hajde më hitë mi vete i thash. Si që kishte shishe me ujë të koka ma veshi mua, po qëlloj që të roqa derën, u thyen xhamet dhe me pak grica shpëtova. Pra, ti jeton në të njëjtën shtëpi me burrin? Po. Ti në sallon, ai në dhomë dhe vetëm ziheni. Sketer. Sa vjet? 70, hyri për 77. Ju kujdeseni për rrobat, për ushqimin e tij apo ai kujdeset vet? Kur jam atje po, kur s'jam bën vetaj. Po ka qenë dhe nusja këto kohë. Nusja e djalit? E djalit. E djalit të ti, jo djalit tënd. Pa i e ka vetimin. Por, flas, ju si keni marrëdhëniet me nusën e djalit të ti? Jo, nuk kam që me ata, me djalin me nusën, jo. Po është djalit që kam me ta, jo i djalit vetë. Është nusja e djalit tënd? Po. Por, ai si sillet me nusën e djalit? Edhe me te pati debate, të vaj
sakën dhe me të në për polici para ca kosh, po tash i thash mos u ndije se je halexhi, mos bësh amati tash. Edhe s'po ndihet ajo. Edhe kur ka në këtu. Po me nusën çpati? Nuk e di, humën apo me vërtet apo me gënjeshtër nuk e di, se nuk, po s'pash vetë me sy gjë, nuk them dot gjë. Sikur i humën 270.000 lekë dhe i tha asaj me vodhe ti. Ua. Te vërtet, se gënjeshtër nuk di gjë. Edhe vajti puna me polici. Por djali si reagoi, s'është e rënd kjo akuzë? Po nuk e të të djali, me jo, Odita, ka 8 vjetë që se kam parë jo me sy, se shikoj me telefonat, po se kam më shumë nga afër. Djali është në Gjermani akoma? Po nuk të dalin nga Gjermania njërë për njërë. Nuk i lejojnë të dalin nga Gjermania dhe që nga largë, kuptova, ndoshta nëse do ishte djali aty... E kuptova, nuk i lejohet, por nëse djali do ishte në Shqipëri, ndoshta gjëra do ishin më ndryshe, besoj, mes teje dhe babait e tij. Ndryshojnë gjërat, Odeta, po do rrinte më vete, do shikonte hallin e vet djali, po me atë nuk shtrohen gjërat. Më vjen keq. Çfarë ndodhi përpara 6 muajve Lefterie që djali i tij të tha ik nga shtëpia dhe ma lër babain të qetë? Po vini më erdhën këtu në Greqinë, edhe me makinën e atyre, gjatë rrugës, më tha, dilti nga shtëpia, më tha mua, që të ri babai rahat. Ku e gjeti shtëpinë babai, tha shumë? Shtëpia në Elbasan, tha shumë ndërtoj aty. Tha, aq lekë ishin atere, tha. Po dhe çmimin të aq lekë ishin atere. Po mirë, ti ku do vije? Nuk e bëra shumë. Po sipas ti ku do vije? Babai të rinte rahat, ti të rije në rrugë? S'ka që se kaloj lumin për vete. Tashi u bëra e keqe, ose të isha e mirë, që nuk e ndaja kur nga djali im. Po s'ka gjë, një zot është lartë. Ti sot nuk e kontakte fare me djalin që rrite? Jo, tu afër e kam, po nuk bëhet, jo se është unë prapja i kam ullur, jo hundën, se nuk kam qenë unë përpjet, se t'isha unë përpjet, ja kisha treguar rrugën dhe atia, po nuk jam mirë njos as për një gjë. As i telefonat, as bjen këtu se afër është, nuk është lartë këtu. E dashu Lefterie, nëse do ta kishe përballë djalin e burrit që t'ka thënë dil nga shtëpia dhe ma lër babain të qetë, do dohet i përcjellje një mesazh? Qa t'i themën? Ai s'ka pun fare njërë. Qa t'i themën? Të jetë mirë njës për çdo gjë, me gjitha të s'ka gjë, zotin kam lënë lartë. Lefterie, ndalimi te shtëpia te problemi, sepse e kuptova që gjithë problemi jot është shtëpia. Për zurje jema 3 herë dhe unë mbloh, po te kun unë mbloh. 3 herë për zurje jema. Por pse nëna e përzuri të birin? Ti unë nuk e do, nuk e di, unë nuk isha në mes atyre. Po e përzuri 3 herë ka përzëne dhe e kam mbledhur unë budallachka. Jo, ju një grua fisnike, e keni rritur djalin e burrit. Jo, nuk jam gjë hiç. Kam bërë shumë gabime, duhesh që në fillim çdo gjë, po kam bërë shumë gabime. Po s'qen nga gjë mua veti. Bëj mirë e gjej mirë, kur nuk gjen mirë. E dashu Lefterie, ndalimi tek shtëpia, sepse ti hyre këtu në live me Odetën për të kërkuar ndihmë që zëri jote dëgjohet se je pa një pronë, dhe pse gjithë ajo pasuri mund të jetë e jotja. Dhe e trashëgon vetëm ish burri. Dëgjoj. Djali ka bler një shtëpi në pallat aty, por nuk donte që të kishte gjë mbi vete, edhe është në emrin tim, djali im. Po. Edhe ky thot tashi, shko atje, thot mua. Ai i ka lënë me qira, aq lek meri, 130.000 lekë, ai ushqen kalamajt, pa punë, e shoqja pa punë. Ai me probleme si të thash. Dhe ish burri, që i ndar me letra, por jeton me të aktualisht, të thotë... Duhe si ta duhesh, nuk kam gjë fare ngrosi. Ai të thotë shko tek ajo shtëpia dhe mos tregto. Nuk si të shumë gjëra, prap nuk është shumë. Ai shan të 99 shan.
Më vi ka keq. E dashu Lefterie, por avokatët kur i ke kapur çfarë të kanë thënë kur ja ke treguar këtë histori të shtëpisë? E në rrita 100.000 lekë para dhënie, ja thash. Nuk e di sa vazhdoj, vetëm një certifikat në nxorje të si thonë se, të ndarjes. Divorcin që ke bërë. Unë do ike dhe ai më gënjeu se aty është akoma. Unë do ike dhe nuk e ndjek do të çështjen tënde. Do ike në Amerikë. Aty është akoma. Ai kishte hallë se mos nuk i dja lekët, ose më pyeti 3-4 herë sa lek merr. Dhe talat. Ose një tjetër më tha, mundohu mos e gjesh gjuhën ta. Po ku gjenet gjuhën atë? A ke një... Kam vajtu, në treja shu kam vajtu, nuk më marrin për sipër. A ke një numër? Kanalin e lekë, tim për lekët të radhë parë. E qartë, se avokatët pagohen. E kuptoj dhe nëse nuk i pagon, ata nuk marrin për sipër çështjen. E dashu Lefterie, a ke një numër ti të burrit tënd, përdor ai telefon? Përdor, por nuk jam mbaj mend. Jo tani, më vonë. Më vonë, nuk po them tani në këtë live të ma e për numrin, pas kujtave. Nëse ti më lejon, unë mund ta telefonoj burrin tuaj dhe të flas me të. Ti fol, jo mos flasësh, por nuk merresh vesh me të. Por ai çfarë pretendon? Ai thotë që ik nga shtëpia, mos jeton më me mua? Kur zihet, bën mënyre që të zihet me mua, edhe kam dalë, 2-3 herë kam dalë dikur. Të gjithë festonin 25 vjetorin unë rrihet e stacioni autobusit të Gjershkaçi. Pse? Bëre sherr dhe... 15 natë. Wow, bëre sherr dhe ike nga shtëpia. I nga shtëpia, dhe u zumë u grimi nga shtëpia. Ai fle me spatë në korridor. E ka parë me policia spatën të korridorit. Dhe policia nuk ka marrë asnjë mas ndaj ti? Asnjë mas nuk ka marrë. 6 herë kemi bajt, jo 1 herë, 2 herë. Edhe kanë ardhur aty. Edhe Lefterie, unë e kuptoj që je në hall, je në problem, kërkon pjesën tënde të pasurisë, por ndoshta në këto momente që ti po më tregon këtë situatë kaq të ndërlikuar, s'do të jetosh në atë shtëpi, nëse jeta jote është në rrezik, se sa e rëndësishme është jeta, nuk është ajo shtëpi. Ajo dhomë që do të takoj ty. Po mirë, unë punova një jetë të tërë, një ditë nuk ka munguar nga puna, plus shtëpia që u shit. Të gjithë nuk ishin lekë në për xhepa kur bënin shtëpit aty, ai burrësh i rrifte xhepat me milionat e kohës që ishin atë kohë. E qartë, ke të drejtë, është djesa jote, mundi jot, të kuptoj, të dhëm kjo gjë. Por, më shtrenjtë është jeta. Të punoja në treg atje në përfshatra, ndje ditin vetë vështirësinë e tregtisë në përfshatra, me thesën kurrisë dhe smurë. Erdha këtu u sklavova me 2 pleq këtu në atë ditë, vinte mirë të lekët dhe bënte punët atje. E kur erdhi fundi dola në rrugë të madhe. E dashur Lefterie. E dashur Lefterie, ai të ketë jetën e gjatë, por sa ka jetuar nuk do jetoj. Dhe sigurisht që ajo shtëpi do ndahet mes 2 fëmijëve. Se unë mos të gëzoj edhe unë. Ke të drejtë. Se unë kam punuar një jetë të tërënte. Gjithë ekonominë e mori shpërndar dhe tek e motra. Si e si mos marr unë pjesë. Unë nuk dua lekët e aty, dua pasurinë. Do pjesën tënde të shtëpisë. Që më takon. Ke një mesazh për burrin tënd? Vetëm dua pasurinë. Këtë i kërkon. Se takon. Pra ti i kërkon që ai t'i japi pjesën tënde të shtëpisë dhe të bëj pjesë të certifikatës së pronësisë. Ne të nxjerrim mua kalamaj të rrugët. Çam ka mua ai biri atje. Ai me gjalli dhe më tha dil nga shtëpia të rri babaj rehat. Një njeri që ka mend në kokë, duhet të respektoj se ti e ke rritur, e ke shkolluar, kështu që... Kam rritur pas një gjë nuk më ditë, dhe mallkuar qoftë ajo femër që merr burr me fëmijë ose të martuar. Mallkuar qoftë. Kaq shumë ke vuajtur. Mallkuar qoftë dhe me gjithë shtëpitë, as mos të gjej, as mos të lej fëmijë.
E dashur Lefterie, ju pas kujtave do më jepni numrin e bashortit, unë do bëj të pamundur nga ana ime si një gazetare të flas me të. Uroj që zëri juaj të dëgjohet, uroj që të jesh një nënë e qetë. Unë nuk që të gjije në një avokat që të më bëj punë. Nëse ti Më tha dëshiron. njëri nga ta policisë merë avokat popullor, di unë që janë ato, unë si jam marrë me zyre, unë nuk I di. Do të ndihmoj unë. Pas kujtave do të ndihmoj unë, nëse do të lidhesh me zyrën e avokatit të popullit aty në qarkun e Beratit, padyshim që mund të shkosh atij edhe të flasësh me ta për ta marrë ata përsi për çështjen pa pagesë, duke ditur që je grua e dënuar. Janë shumë e stresuar, janë shumë e smur. Nuk di që të flas, nuk di që të them, nuk shprehem, nuk di. E po mos u dorëzo. Shiko pak jetën tënde, shiko pak shëndetin tënd, meru pak me veten tënde. Është më e rëndësishme jeta. O dita, jeta ime është parë që kur mora atë. Jeta ime është parë që kur mora atë zotëria, si gjë tjetër s'të. Se kam shumë gjëra, po t'isha afër edhe mund t'i thosha. Nuk e qenë asnjëherë e lumtur me atë. Asnjë orë, jo ditë, asnjë orë. Uroj dhe shpresoj që edhe djali I ti që ti e ke rritur të na dëgjojë ditën e sotme në këtë live, të reagoj. Jo, gjam andeja jo dita. Nuk u ka lënë gjë atyre ande. Sepse Janë shumë të ftohtë, rrasë të ftohtë. sepse ai mund të jetë bërë vetë baba, mund ta kuptoj shumë mirë ç'do të thotë. Është bërë, po jo. Dhe nuk mund të të thoj ty Jo. dil nga shtëpia, të jetoj baba im, se ti nuk mund të rish në rrugë të madhe. Kur ti ke dhënë kontributin, djersën mundin tënd. Në rrugë, biles kemi qenë në Elbasan, gjatë rrugës. Më tha, dil nga shtëpia ti, edhe pas zëna silloj mua beti. Dil ti, dha, nga shtëpia, tha të ri babaj rahat, tha. Edhe ti të flesh në rrugë dhe babai I ti të ri rehat. Se I gjetin gjitha gati, se frinte në përcepat e pallatit, ku ndërtoheshin pallatet, në përkatet e para. I shtronte thas me cimento, nga to cimentove. E Lefterie, bëra njeri, me familje, me ekonomi, me terë, se kam punuar me terë, si kafsh kam punuar. e dashur Lefterie, u preka shumë nga historia jote. Më erdhi shumë keq për rrëfimin që më bëre për jetën tënde. Nuk kam shumë gjëra më të rënda, por nuk I them dot drejt për drejt. Nuk di do takohemi, ja kysha tek dhe mund t'i them nga afër. Të besoj, jo gjithçka do ta bësh publike dhe është e drejta jote, por kaq sa the ishin shumë. Imagjino të ketë akoma gjëra më të rënda se këto që më tregove. Ne do Shumë të rënda, ta them me kështu, me pasërtin më të madhe, se nuk jam as e djallëzuar as e dallavere. Se t'isha e djallëzuar do kisha bërë dhe unë diçka për veten time. Ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt, nëse ti do një avokat nga zyra e avokatit të popullit, unë do të ndihmoj, numrin tim e ke tashmë, do mbetemi në kontakt dhe uroj që gjërat të zgjidhen sa më shpejt. Jo, me atë nuk zgjidhen, qoftë nuk ka ndërhyrje, nuk... Po pra, flasim nga ana ligjore. Jo me atë drejt për drejt. Mirë, do mbetemi në kontakt të përqafoj dhe të përshëndes nga Tirana, Lefterie. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Kur të kthejmë në Shqipëri se nuk do rri shumë këtu, se kam ca aparatura për të bërë dhe do të marr prapë kur të vi andeja. Kur të jesh në Shqipëri më telefono, numrin tim e ke, ruaje dhe mbetemi në kontakt. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë e kësaj dritare, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori të dhimbshme njerëzore, histori shqiptare, histori reale. Faleminderit edhe për mbështetjen tuaj. Takohemi nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.